Përmbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut miratoi ligjin e ri për Këshillin Gjyqësor. Ndryshimet kanë të bëjnë kryesisht me shkarkimin e kryetarit të Këshillit, saktësimin e kritereve për zgjedhjen e juristit të shquar, debat publik gjatë zgjedhjes së kandidatëve për antar jo gjyqtar për transparencë më të madhe, forcimin e kritereve për zgjedhje, përgjegjësi dhe shkarkim të antarëve nga radhët e gjyqtarëve. Ligji i ri parashikon kritere më të repta për antarët e Këshillit Gjyqësor nga radhët e juristëve të shquar të propozuar nga Kuvendi dhe Presidenti i Maqedonisë së Veriut. Kryetaria e Partisë Liberal Demokratike në Maqedoninë e Veriut, deputetja e Kuvendit Monika Zajkova, reagoi ashpër ndaj mënyrës se si po miratohet ligji i ri për Këshillin Gjyqësor. Ajo paralajmëroi se reformat e përshpejtuara nuk mund të rikthejnë besimin në gjyqësor. Sipas Zajkovës, ligji i propozuar nuk sjell përparim të vërtet në procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të Këshillit Gjyqësor, pasi vendimi përfundimtar i takon sërish Komisionit Parlamentar të Përzgjedhjes dhe Emërimeve. Edhe pse Ministria e Drejtësisë pretendon se ligji shtrëngon kriteret për përzgjedhjen e anëtarëve, Zajkova theksoi se problemi kryesor mbetet ndikimi politik në gjyqësor. Qeveria e Maqedonisë së Veriut paralajmëroi masa për luftë kundër varfërisë tek familjet me 3 ose më shumë fëmijë. Pas inaugurimit të ambienteve të rinovuara të klinikës së ginekologjisë dhe obstetrisë në Spitalin Shtetëror, kryeministri tha se synon politika projetës dhe për lindjen e sa më shumë fëmijëve. Për të ulur varfërinë në këto familje, kryeministri Stria Mickovski inkurajoi komunat të vazhdojnë me projektin për heqjen e disa detyrimeve. Ne si qeveri do të fillojmë të zbatojmë timin e taksave për nënat me fëmijën e parë, të dytë dhe të tretë plus për çdo fëmijë të lindur më tej, deklaroi kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Stria Mickovski. Kryetari i Komisionit Rregullator të Energjisë komentoi të pashmangshme rritjen e fundit të çmimit të energjisë elektrike në Maqedoninë e Veriut. Në intervistë televizive, Marko Beslimovski kërkoi të tregohet mirë kuptim për elektranat, sepse kompania shtetërore, siç thotë, duhet të qëndrojë në këmbë të shëndosha. Elektranat e Maqedonisë së Veriut duhet t'i shohim jo vetëm si një kompani prodhuese, por dhe si një kompani që përveç prodhimit të energjisë elektrike, edhe shet energjinë elektrike, nënvizoi Marko Beslimovski. Ministri i Arsimit në Maqedoninë e Veriut paralajmëron reformë dhe në radhët e sistemit të profesorëve në universitete. Në një konferencë për shtyp, Ministri i Arsimit dhe Shkencës Vesna Janevska tha se profesorët universitar nuk do të mund të presin më qetësisht pensionit pasi të zgjidhen në funksion, por çdo 7 vjetët duhet të kalojnë në rizgjedhje për të ruajtur pozitën e tyre. Sipas saj, nëse nuk i nënshtrohet rizgjedhjes, stafeve akademike do të ndërpritet marrëdhënia e punës. Avni Qahili është shqiptari i parë në Republikën e Maqedonisë së Veriut që emërohet drejtori i Muzeut të Arteve Bashkëkohore. Si krijues artistik i njohur, tashmë në rolin e drejtorit pritet që Qahili të sjellë një frymë të re në menaxhimin e institucionit, duke përhapur më shumë hapësira për artistët shqiptar nga Maqedonia e Veriut, rajoni dhe bota. Emërimi i tij shihet si një mundësi reale për rritjen e përfaqësimit dhe bashkëpunimit kulturor ndërkombëtar, si dhe fuqizimin e skenës artistike bashkëkohore. Rajoni. Presidenti i Kosovës kërkon një mandat të dytë në krye të shtetit. Në intervistë për Radion Europa Lir, Vjosa Osmani deklaroi se është në pritje për formimin e institucioneve të reja dhe paralajmëroi bisedime për mbështetjen e kandidaturës së saj. Ai tha se synon të vazhdojë angazhimin politik edhe nëse nuk zgjidhet sërish në krye të shtetit. Të votohet kuvendi, të votohet qeveria dhe para dite dhe menjëherë pas dite të përfundojnë marrëveshjet ndërkombëtare. Edhe pastaj ndoshta nesërmën ulemi dhe e diskutojmë se si ti arrim 2/3 sa i përket mandatit të dytë, siç e përmenda, me shpresën që deputetët e Kuvendit të Kosovës gjitha partive do të dëshirojnë që ta vendosin para së gjithash vazhdimsinë e punëve të mira dhe interesin e Republikës së Kosovës në njërin anë dhe respektimin e vullnetit qytetar i cili besoj është i qartë për të gjithë. Ju faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit edhe juve për mundësinë. Shefi i diplomacisë europiane Kaja Kallas bën thirrje për formim sa më të shpejtë institucioneve të Kosovës pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit. Kallas rikonfirmoi se Bashkimi Evropian po ecën drejt heqjes së masave. Në këtë kuadër ajo ka përsëritur se 216 milion euro ndihmë financiare janë dhënë pas transferimit të rregullt të qeverisjes, ndërsa synohet lirimi 205 milion eurove shtesë në fillim të vitit të ardhshëm. Në deklaratën e dhënë pas zgjedhjeve, Kallas kërkoi nga qeveria e re të dyfishojë përpjekjet për reformat shumë të nevojshme që lidhen me Bashkimin Evropian. Vëzhguesit e Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës e vlerësuan si të qetë procesin zgjedhor në Kosovë. Në një konferencë për shtyp në Prishtinë pas përmbylljes procesit votimit, kryetari i delegacionit Yunus Emre deklaroi se zgjedhjet e parakohshme në Kosovë janë zhvilluar në mënyrë të qetë profesionale dhe përgjithsisht gjithëpërfshirëse, pavarësisht afateve të shkurtuara zgjedhore.
Në konferencën për media pas misionit vëzhgues Semri theksoi se procesi zgjedhor u karakterizua nga mungesa incidenteve serioze dhe administrim profesional në shumicën e qendrave të votimit. Megjithatë, ai ngriti shqetësime lidhur me refuzimin e përsëritur të certifikimit të Partisë Kryesore Serbe nga KQZ. A delegation from the Parliamentary Assembly of Council of Europe has welcomed the smooth and professional conduct of the early elections to the Assembly of Kosovo, expressing hope that all political stakeholders will demonstrate responsibility in restoring functional institutions. Thirrja për aktorët politik është të tregojnë përgjegjësi për t'i dhënë fundgërqet dhe për të rikthyer institucionet funksionale. Ulet çmimi për ngrohjen në Prishtinë dhe Gjakov, pas mbledhjes së zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike, kryetari i bordit të kësaj zyre Ymer Feyzullahu deklaroi uljen me rreth 4% të tarifave për ata që ngrohen nga termokosi në Prishtinë dhe rreth 5% tarifa e ngrohjes në Gjakov. Krahas asaj, thirrja për qytetarët është të kursehet konsumi i energjisë elektrike. Zyra e rregullatorit të energjisë elektrike miratoi dhe të hyrat e lejuara maksimale për termokosin. Në ditën e veteranëve, organizatat OÇK-s kërkojnë nga qeveria miratimin e ligjit për vlerat e luftës. Pas omazheve në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz, Hysni Gucati listoi problemet që ende ka kjo kategori me institucione shtetërore në Kosovë. Ne sot si veteran nuk e ndim veten as lirë para arsye se ende kemi problem me institucionet tona, ku ligji për vlerat e luftës nuk është bërë ende. Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për mbajtjen padrejtësisht në paraburgim të ish-krerëve të OÇK-s, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Këtë fesë e fësojmë sot e kemi në mangë para arsye se ne kemi njerëzit të cilët kanë ndërsh luftën po që në trendet e paraburgimit në Denak, ku kjo fesë një sot është e mangë pa ata njerëz të cilët diftuan për vendin tonë. Kështu që unë në emrin tim dhe në emrin gjithë pyeshove këtu do t'ja uroj ditën e veteranit mas pari familjes të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë së Kosovës. Në ditën e veteranit, presidentja nënvizoi se në këtë moment dëshmohet se liria nuk dhurohet, por fitohet me guxim dhe sakrificë. Vyus Osmani apelon për ulje me respekt të thellë para burrave dhe grave që u ngritën kur liria ishte vetëm një ëndër. Ata u bën buroje popullit, zëja dheu dhe shpresë në kohën më të errët. Veteranët e OÇK-s janë dëshmia se liria nuk dhurohet, por fitohet me guxim dhe sakrificë, shkruan presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama gjatë bilancit një vjeçar të punës së qeverisë paralajmëroi se Parlamenti dhe Këshilli i Ministrave nuk janë zyre notariale që vetëm firmosin kërkesat e SPAK. Pas interesimit të gazetarëve, shefi i qeverisë tha se prokurorët e posaçëm nuk mund të vinë në kuvend me një USB të pretenduar se përmban 16.000 faqe prova për zëvendës kryeministrin e Shqipërisë Belinda Balluku. Pushteti legjislativ duhet shprehet, nuk është noter i prokurorisë. Këshilli i mandateve nuk është një zyrë notarie. Është një quasi gjykat, quhet. Dhe parlamenti nuk notarizon kërkesat që vijnë. I merr i shef. Kryeministri deklaroi se materialet e SPAK nuk janë të rrequr nga asnjë prej deputetëve të Partisë Socialiste. Po t'isha unë në këshillin e mandateve, do t'i thosha atyre që erdhën çoni, ikni dhe ktheuni me një dosje për Parlamentin e Shqipërisë, për deputetët. Nuk mund vini këtu me 16.000 faqe që i quheni prova. Kryetari i Partisë Demokratike bilancin e vitit 2025 e përqendroi në sulmet ndaj qeverisë. Në konferencën përshtyp para gazetarëve, Sali Berisha akuzoi familjarët pranë kryeministrit të Shqipërisë si përfitues nga këto tendera. Gjerë 2 vite më parë, fituesi gjitha tenderave de facto ishte Armand Frangu, kunati i Linda Rams, Bajanaku i Edi Rams. Por pas zbulimit, pas regjistrimit, pas vërtetimit të ndërhyrjes së bashkëshortës kryeministrit, u vepru me prestonome dhe 93% e gjithë tenderave të kopshtit privat të Edi Rams fitoshin vetëm nga 2 kompani, që të dyja absolutisht në fakt kompani të Armand Frangut. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike, sot kryeministri deklaroi se nuk do ta heqë mandatin e deputetes së Partisë Socialiste Belinda Balluku. Dhe tani nga zyra e tij, në mënyrë identike me një hajdut të papenduar, deklaron se 16.000 faqe të sjella nga prokuroria nuk kanë asgjë për Lubi Ballukun, prandaj ktheni mbrapsht se s'hiqet, nuk hiqet imuniteti i saj. Pas 5 ditësh mungesë të ujit, filloi furnizimi një pjesë të qytetit të Florës, aktualisht zona e Lungomares. Pjesa tjetër e qytetit pritet të furnizohet me ujë në orët të vijim.
Me mbërritjen e pajisjeve të porositura në Turqi gjatë natës, punojës të ujësiellas kanalizimeve në Vlorë punuan për riparimin e tubacionit kryesor, nga çare e të cilit uji i pishëm mungonte. Ndërhyrja për rregullimin e tubit përfundoi rreth orës 4 të mëngjesit, moment në të cilin filloi dhe mbushja e depove. Po, mund të themi që jemi në fund të avarisë, ka filluar furnizimi i depos qytetit, janë ndezur stacionet e prodhimit të ujit, me pjesët që erdhën dje në mbrëmje dhe ju i patë vetë nga Turqia. Menjëherë filloi instalimi i tyre dhe vendosja e tyre për eliminimin e defektit, gjë e cila u realizuar në rreth orës 4-5 të mëngjesit ditës së sotme. Autoritetet bëjnë dije se furnizimi po kryhet ende me kapacitet të reduktuar pasi po testohen pajisjet e reja të instaluara. Zona e Lungomarës apo zona e Bregdetit furnizohet aktualisht me ujë. Për zonën e qytetit, furnizimi do të jetë me sistem shpërndarje, mbasi të furnizohet dhe të mbushet e gjithë depozitat e depove të qytetit, do filloj shpërndarja e ujit rreth orës 17 të kësaj mbasdite. Një ditë më parë, qytetarët mbajtën dhe një protestë para bashkisë ku patën dhe përplasje me policinë. Ndoqët edicionin informativ të lajmeve në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.